Unë është më nga të regu pse është dasht me gjujt me ardhë? Kjo ka ndodhë në vitin 2020 pej do njerëzve që të kanë orë në lokalin të. Kushin ta? Këtu është një Mirsad Begullaj. Mehmet Demaj është shakitina, po kone edhe si klient të na. Ka pas raste që ju ardha në lokal tunin. I Bish Hasoni, më hatë që kushere juni, të ata dy, ma kanë pru Mirsadin mund lokal, ma kanë mund tavolin. Tash me qëfar qëllimi, po djetë. Zhvatje e bërë. Bërq, hak, asili, njerën gjallë. Qëtu ma kanë papru shpirtin të më partjelë, të më bonë. Jo, du të më dalë për i këtujt, du të më dalë për i këtujt. Edhe në ardhë, më kanë thonë njoni për i tyne. Këtë Demaj edhe që kjo Asone, mas rastisht të eshet lokalin ta. Mendimi jam, ka qenë, tash mos është një firmë të që i kemi afer, edhe ata e në restorant, si konkurent, mos janë ata të interesum dikush për i tyne, se kemi raportet e mira me ta, edhe thash të remarë kusht e kosht a ideali, ardhë Mirsad Begulli. Unë në gjasë si figurë, po kur s'kemi pas raporte kështu, asë mira, asë këqia me ta. Qysh e ke njoftë? Si qka e ke njoftë i këta? Unë e këm gjotë që është i qytetit të Stogut edhe shijem ka ere, ka një kafiterit vogër aty afër gjimnazit, edhe e në gjasë, gekval të nxenë krejt i Stogu këtu. Edhe kur ka ardhë tavolin të une, një bisede shkurt, rrëth lokalit tem, gjatë që se kisha kur përshit, edhe për më thot ta eshet. Fjolla jam më konë, a me hot-doga do më ble lokalin tem, edhe ju revoltu në ashta, ju ka do kësi në nësmime kështu, edhe tha që ti lokali kur s'ki mja pa hajrin. Tha shun lokali tem që i kom bënë më njërës të kom mja pa hajrin, edhe në shku. Jënë qu për i tavoline, kanë marrë rrugën e vetë. Pej që asoj dite, kanë fillu shtrëngimet, provokimet, përcjelljet, gjo që 5 herë i kom lejmëru në polici, i kom hapë edhe rast. Mas një ku e ka fillu dhe familjen me përcjellë. Rasti i Mrom, kur e kom lejmëru në polici, ka qenë të një pumpë e benzinit, ka ardhë, ka hymë, ka pa mu aty, më në është një bife e vogël, edhe mi konë me adonërën të konsumu një kafe, më kanë thonë pije, tha dhe si të pije, tha se e Mroma ka më konë për ty. Para pe kom lejmëru në polici. Edhe më kanë thonë policia që atër hi e kom vrejtjen, edhe nuk ka më të përcjell mo. Po, qka ka ndodhur me qëto raste? Ku i kalon policia këtu? A kanë shku në prokurori këto raste? Po, 5 raste, 6 raste i kemi gjithan që i kemi deklaru në polici. Po, a kanë shku e u marrë shteti me to? A u denu dikush për këto? I ka pas shtetit gjitha për para dhe si prova i ka pas, edhe në gjykat 5 herë para se më ndodhë rasti unë ata kom lajmëru në polici. Edhe në notën kritike kom lajmëru në polici. E kemi lajmëru polici, nuk konë, edhe atë në ato konë policia ato. Ju kom ka zdu që 10-15 herë për lajmërej policin, për para lajmërej, për hapi rast njerit, nuk më ndërmerë ke policia kur që. Edhe thash, e kom boj qëto për me zbrapë, qërën e kjerin, e kanë fotografu kjerin, e kanë po gjomin, i kanë po senet, ka e që shkanë ndodhë. Edhe më kanë marrë policia, më kanë intervistu, më kanë qunë para burgim. Në para burgim kom nejtë 27 ditë. Mas 27 dite, më kanë liru. Po nuk më kanë liru krej, po më kanë liru në arrest shtëpijak. Një mëtë kom nejtë në arrest shtëpijak. Edhe gjatë arrestit shtëpijak, më kanë qëllë rrës shpije. Edhe ato raste, ja kom kalzu prokurorisë, edhe policisë, edhe ka fillu edhe familjen më për qëllë, edhe i kanë shantazhu, kemi edhe videoingjëzime për këtë punë, e shumë sene tjera. Këta jënë një grupë. Qka dojnë këta? Këta jënë të lypë diqka. Qka jënë të lypë? Zhvatje vlla. Kur dikush dikuj donë mi morë diqka jashtë vullnetit vetë, më të morë diqka me zërë, që kjo biqë haraq, tjetër gjoja. Nënë jam taku në vitin 2019, rrëth çështjes për me bisedu rrëth çështjes që ka dash me shit lokalin që e kohaj, me Ibishin, kushërinën e tina të afër, me Medevën, djalin e Ibishit, jemi taku në lokal tina. Qysh e kuptove ti që po e shet lokalin? Unë sipas e Ibishit edhe Mehmetit, njiva që Shabani po do me shit lokalin, pretendon se vajza i shkon jashtë, djali këtu dhe s'mundet më punu, do me shit biznisin, do më shumë e hap dikur biznis me Kroaci.
Çka ndodhi më Edhe fillimisht i bishi është duke punuar tonë, në lokal, në renovim lokalit. Edhe unë bisedova me bishin, thash, unë më konë interesuar, kisha him që ka në ndonjë çmim favorshëm, kisha him me bleun. Thash, po fillimisht shko bisedoti me Shabonin e Kiku Shërit të afërm tonën, sa mana, çka mana, a do me shit ajo, dhe pastaj vazhdojmë. I bishi shku të nesërmen, ka bisedu me Shabonin, Shaboni ka thonë po, du me shqit si më lodhë, s'muj me punu, edhe muj me bo një takim, me bisedu rreth pazarit për lokal. Nesërmen mbrëmje, i bishi u shku me Mehmetin të Shaboni, jam taku aty, janë ullë kam bisedu, më kanë thirë mund telefon. Kemi hypë me ture si mi shku, jemi taku dhe në aty. Jene mbranda, na kanë servu me pije, me ushqim, kemi bo mua vetë, laf edhe mas mbrëmi e ka hapë pazarin e lokalit sa ka mendu që do me shitaj. Pse menon që i ra pishmanaj? Pse masanej nuk dashti me shit? Çka ndodhi që du? Është shumë interesante se une mas asaj nate edhe njëherë, mas i kemi bo pazarat natë, edhe nesër mbrëme na ka thirë, jemi taku me Shabonin, me grunë e tina, në zyrën e tina dhe me i bishin. Edhe? Çka keni Edhe biseduar? mi ka tregu, jemi hi, kemi fotografu lokalin, ka tregu këtë lokal çka ka, çarkullimet sa i bën mbrana vitit, çdo gjë ka qenë në rregull. Pastaj tha, mu më tha mbynë, tha, me gjithë tha një jurist ose një diçka, tha, qysh mi bo pagesat, se tha unë krejt paret kesh, ndoshta nuk më mi mur, përmes banke, po një pjesë më allon kështu, një kështu, tha, po du të me bisedu me një noter dhe një jurist temin që kam. Saja caktut vlerën lokalit? Lokalin, fillimisht e ka mojt 290.000, pastaj kemi hek një 5.000, 285.000 është bo parajrë. A ja keni dhonë paret? Paret kim pas mrena jo, me dhon 50.000 euro si ka pare. A ja keni dhonë najherë? Edhe e ka lyp garantu si bishin djalin e misë vetë, ushirin e vetë të ofrën. Se tha juve s'ju besoj. Tha, i bishin e kam tha temin, tha, përmes i bishit, tha, mja e ka parën, tha, dhe vazhdojmë, tha, me këst të tjera. Deri në përfundim. Kur paguhet këst i emram, atëherë tha, unë e lëshoj lokalin. Qysh rrodhi kjo punë tani? Pastaj, si thash, nesër emram e kem u takum aty, edhe lam me çu marrë 3-4 dite kaparen, na e bënëm kaparen, ja dhash i bishit, i bish u shku me taku me të djali mistina, i ka thonë jam zonë, jam të prit, halas më ka ardhë a juristi për me bisedu rreth çështjes, më prit edhe 3-4 dit, e kemi prit edhe 3-4 dit, pastaj i ka thonë mos më hajde në lokal mo, s'po du më të pa. I bishit, se me mu, unë s'ku pas më kontakt asnjëherë me ta. Ai po thotë që ju keni pas qëllim pare, nuk keni pas qëllim me bli lokalin. Pse po pretendon kështu? Unë se di çfarë pretendimi ka ai. Mundohet ndoshta atë problemin që ka shkaktuar ose vrasin që ma ka bën mua, ndoshta tash më mundu më shef në ndonjë gjoni, se kur fa pretendimi, unë s'kam pas nevojë, unë kam lokalin. Kam pas nevojë me blerë një restorant tjetër, ku kam fillu me marru tash tjetrin. Më kanë interesuar për me bën një restorant më të madh, edhe tash si po jam të punu një restorant temin të madhin. A jeni marrë me haraq, a i bjen që i keni qit haraq për këtë punë, a i keni detyru? Çfarë haraqe, se di kur të bën pazar me shit një lokal, me pronë të shtetit, 285.000 euro, se di çysh mundu të më konë haraq. Po pse u dash me vazhduju me insistu me ble hala nëse veç i ka ra pishman? Thjesht na s'kemi insistu asnjëherë, as kemi bë presion, as nuk e dim që i ka ra pishman, se s'na ka thonë kur, as që i ka ra pishman, as që u taku me neve për atë punën kur. Pse ndodhen kërcënimet? A i thot që ka pas kërcënime prej Mirsadit, e përmen një rast thot kom qenë me dhondër në kafiteri, ka kërcënu. Thot ka thonë që kom e kon kafja jote e fundit që jetu e pi. Unë nuk e di që kom pas në herë, që kom kërcënu ato, se me pas kërcënu më pishin morë policia. Unë e di që i ka thirë policia në shku kam po kamerat një lokal, a i ka qenë ullin dikon tjetër, unë jem ullin dikon tjetër, unë jem dalë, jem dalë jashta, a i ka lejmur policin që kinë se unë e kom kërcënu. Aty nuk ka pas as një kërcënim, se me pas kërcënim unë isha konë në ashtë në polici, ose kisha pas rast hapën, për atë farpune. A ki rastet hapta për kërcënim? Ja, asnjëherë. Për pas, une njëherë më shku në lokal të aj, e kom lyp masi që u bo për ajrë, s'na ka dole asnjëherë më na thonë ka ra pishmana jo, i më shku e kom lyp, e kom thirë kamereri, thasha është, i vetëm një konë, tha prit një 5 minuta, kom prit 10 minuta, i nërë policia.
Unë e Shaboni asë që e kumë pa. E nërë policia, tha, na ka lajmëru, tha se pi pengon lokal. Unë e s'u bisedu me kërkonin, ta unini më kone, ku 15 minuta së ardhë.